Kur na ndajnë vetëm 3 ditë nga përfundimi i procesit të regjistrimit të popullsisë, Instituti i Statistikave deklaron se janë numëruar 79.6% e banesave në vend. Në një deklaratë të posaçme për mediat, zëdhënësja e censusit Vjollca Simoni theksoi se procesi i regjistrimit të përgjithshëm deri në ditën e 16 ka ecur me ritme të kënaqshme. Njëkohësisht, Simoni nuk mohoi faktin se procesi i censusit 2011 ka shënuar edhe probleme në rrethe të ndryshme në vend. Disa rrethe kanë një ecurim mbi këtë mesatare, siç janë Dibra, Saranda, Korça, Durrësi, Lezhë e të tjerë, ndërsa disa rrethe të tjera si Puka, Tropoja, Gjirokastra, për shkak të terrenit të vështirë apo intensitetit të lartë të banesave, janë nën këtë mesatare. Cilësia e të dhënave të censusit varet nga përgjigjet tuaja. Ju rikujtojmë që edhe pse ka mbetur pak ditë nga përfundimi i procesit në terren, ka ende punë për të bërë, pasi suksesi i plotë i censusit garantohet nga angazhimi i përbashkët i qytetarëve dhe stafit të punësuar nga Instat. Në fund të deklaratës, zëdhënësja Simoni bëri thirrje të gjithë qytetarëve për angazhim ndaj këtij procesi, pasi sipas saj censusi është një e mirë e përbashkët, e cila do të shërbejë mbar komunitetit. Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë dhe i banesave nisi më datë 1 tetor dhe pritet të përfundojë në datën 21 të këtij muaji. Ky proces, i cili ndryshe njihet si census 2011, ngjalli diskutime në vend për shkak të përfshirjes në pyetësor të përkatësisë etnike dhe fetare.